për pranverore zotën kështu me radhë. një 3 mesgjve. Po, Gjeja kom pagu shpenzimet e traktorit. Për me fillu punimet pas se s'kam. Për zotën gjeja kom pagu. Punimet, ishte ditë e djel, dola i takova disa shokë që dalë në shëtitje rregullisht. Gjeja kom pagu se nuk kishin mundësi me pagu. çka pagove? Naftin, me fillu punimet. Sa dha na ka shtrejtu shumë, nuk di tha qysh m'ja dalë. Tha shtrejto aty, tha nuk përdel llogaria. Nuk lihet toka pa punu. Nuk i kena marrë tha subvencionet as gjitit kalum. Nuk i kena marrë tha as subvencionet e dameve, që na kanë bërë prej shiut. Dhe kryeministri gjenë kohë m'ja pagu turistat që shkojnë për pikë të qefit në Dubai, 500.000 euro, dhe 500.000 euro kanë qenë damet ekonomisë, që aty në bëgjët që rrinë, sakrifikojnë jetën, bojnë punën matron në Kosovë, me mbjell arat, me mbjell sanët dhe që ka pagu. Kjo është një diskurs, nuk jam me lanë qytetarët tonë në jashtë venit, po kur ke gjetë ti me pagu 500.000 euro për ta, e ke lanë 500.000 euro për bëjq, që punojnë e prodhojnë dhe ta ushqenë këtë popullin e Kosovës, mos me rritë çmimet, kjo është shpendori. Kjo është shpendori. Nuk është kur farë matematike kjo. Nuk është kur farë menaxhimi. Kjo sipas jush? Kjo është qeverisje me shkatru ekonominë e venit, me shkatru këtë vend.